Në këtë ligjërat kryesisht do të flasim për 3 çështje kryesore apo 3 pika. Çështja e parë apo pika e parë, rëndësia e butësisë. Çfarë rëndësie, çfarë peshe ka butësia në shariatin islam? Pika e dytë, ku duhet të kihet në konsiderat butësia? Ekzistojnë disa aspekte të jetës së njeriut që duhet të kihet parasysh gjithsesi butësia. Dhe ne kemi numëru 10 aspekte të jetës që muslimani duhet me e pas parasysh butësi. Aspektet përgjithshme. Dhe pika e tretë, duhet të kemi kujdes se ndonjëherë ndodh që butësia të shndrohet në nënçmim dhe poshtrim. Ka njerë njeriu tregohet aq i butë ose tregohet shumë i butë e ajo i kthehet në një rol tjetër, edhe butësia e tij bëhet shkaktar që ai mund të nënçmu dhe mund të poshtru prej të tjerëve. Andaj Islami na mëson shumë mirë dhe shumë qartë, në mënyrë shumë precize, me ditë me bë dallim mes butësisë edhe nënçmimit. Njeriu mundet me qenë trim, krenar dhe i butë të njëjtën kohë, mirë po shariati islam kërkon që ajo butësi mos me ardhë në gjendje kritike dhe rrezik që pastaj ti mund poshtru dhe mund nënçmu për tjerëve. Këto janë ato 3 pikat për cilat do të flasim në ligjëratën tonë. Vëllezër dhe motra, tema mbi butësinë është një temë që bën pjesë në të zhangrin apo në aspektin e moralit islam. Butësia është një prej moraleve të mira, është një prej etikave çmume të moralit islam në përgjithësi. E ne e dim se mësimet islame kërkojnë në mënyrë shumë serioze prej neve që ne me pajis veten tonë me moral islam, me edukat islame, me etik islame. Dhe morali islam ka vlerë të madhe te Allahu dhul Jalal dhe pastaj te njerëzit. Sile Allahu dhul Jalal jep shpërblime të mëdha. Allahu dhul Jalal i shpërblen me shpërblime shumë të mëdha ata besimtarë që e stolisin dhe zbukurojnë vetvetin e tyre me moralin islam. Dhe pejgamberi alayhis salam ka qenë njeriu më shembull, shembulltyra më i madh, njeriu me moralin më të lartë. Këto e ka dëshmuar Allahu në Kur'an. Thot Allahu dhul Jalal në ajetin 4 në surën Qalam: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Allahu shikoni çfarë dëshmon për pejgamberin alayhis salam. Allahu dëshmon duke thënë me të vërtet ti o Muhammed je në shkallën më të lartën të moralit islam. Allahu dhul Jalal e ka ngrit pejgamberin alayhis salam në pjedestalin më të lartë të moralit. Nuk ka njeri që mundet me pas edukat më të kompletume, etik më të përsosur, moral më të çmuar se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa që thot Aisha radiallahu anha, Muhamedi alayhis salam ka qenë më i turpshëm se sa femra e cila është virgjëresh. Muhamedi alayhis salam ka qenë më i turpshëm, ka pas mbare më shumë se sa ajo femra e cila është e virgjën. Turpi, morali, etika, sjellja, edukata e pejgamberit alayhis salam ka qenë në kulminacion. Butësia është një prej moraleve të larta të islamit që Allahu dhul Jalal kërkon prej neve që ne ta kemi në konsiderat butësinë. Dietarët tonë islam, ulemaja, kanë dhënë definicione të ndryshme në lidhje me butësinë. Për ata, shiqoni bien. Nëse doni me i kuptu sendet e islamit në thelb, për gjërat madhore, çdo herë fillimisht kërkoni me njoft definicionin rreth asaj çështjeje. Kur të flitet me definicione, kur të flitet me argumente, kur flitet me dëshmi, kjo është shpjegimi shkencor i një gjaje. Për ata,
ne çdo herë mundohemi që ligjëratat tona të jenë shkencore në maksimum, atë sa kemi mundësi dhe atë sa Allah na ka furnizuar me ditori, prej ditorisë së tij absolute. Nga se fjalët të cilat thuhen në mënyrë shkencore, në mënyrë profesionale, ato fjalë nuk mundet me i lëkund askush. Ato fjalë nuk mundet me i lëviz askush. Edhe nëse ai i cili dëgjon ose debaton me ty mendon ndryshe prej teje, ai mendon ndryshe prej teje, beson ndryshe prej teje, mirë po kur ti flet në mënyrë profesionale, ai nuk mundet me i lëviz fjalët e tua, se flet në mënyrë profesionale. Andaj kërkohet prej neve me njoft Islamin në thelb, që kur të bisedojmë me tjerë për Islamin, edhe nëse ai është dëshmoni joti, s'paku fjalët e tua nuk mundet me i lujt, se ti e ke mësuar Islamin në thelb. E ke mësuar Islamin në thelb. Dietarët tonë kanë japë definicione të ndryshme në lidhje me butësinë. Një prej definicioneve është edhe ky. Butësi konsiderohet kur një person tregohet i butë në fjalë apo në veprimet e tija. Kur dëshiron me marrë diçka, ose kur kërkon diçka, ato që dëshiron me e marrë, apo ato që e kërkon, e merr butë, e merr lehtë, e merr ngadalë. Kjo është një prej definicioneve të butësisë. Butësia s'ka dyshim se është një prej dhuntive dhe begative më të mëdha të Allahut Dhul Xhelal. Andaj kënd Allahu e nderon me butësi, ai njeri është kandidat potencial me i arrit të mirat e dunjas dhe të mirat e ahiretit. Dëgjoje këtë edhe një herë mirë mos haro. Kënd Allahu e nderon me butësi, ai person është kandidat potencial për me i arrit të mirat e dunjas dhe të ahiretit. Andaj pasuria e madhe është butësia. Lutë Allahu Dhul Xhelal, Allahu me të furnizu dhe me të begatu dhe me stolis shpirtin, ndërgjegjen dhe karakterin tënë me butësi, Allahu na furnizot me butësi. Allahu subhanahu wa taala e ka begatu me butësi të dërguarin e tij. Andaj pejgamberi alayhis salam ka qenë njëri shumë i butë, ka qenë njëri me sjellje gjentile dhe në veçanti butësia dhe sjellja e tij shembullore është pa në raportet e tij me vëllezërit e vet, respektivisht me shokët e tij, me sahabët e tij. Dëgjoni çka thot Allahu Dhul Xhelal në Kur'an për butësinë, si na tregon Allahu sa e rëndësishme ka qenë cilësia e butësisë për pejgamberin e Islam dhe çfarë rezultate dhe fryte i ka japë, dhe Allahu na tregon nëse një njeri i cili i jap vetit detyrë me ju folë të tjerëve për Islam, nuk e stolis me vete me butësi, Allahu na tregon se çfarë pasojë ka ajo. Dëgjoni ajetin 159 të surës Al Imran. Unë jam shpesh herë i porositi. Unë nuk mërzit, as nuk e hupi durimin pse vazhdimisht i porositi dhe kërkoj për juve disa gjana. Ani pse unë e shoh se këto, po thon tash, mos u prekni, te shumica për juve një këtu e dalin këtu, mirë po na nuk lodheni. Këtu që zhvini ju ndërës, Allah ishtë përblef ju. Kjo është kontribut shumë i madhë që une do të me udit për nder juve, që vini me mderu. Mirë po, kështu që zhvini ju, nuk është puna mirë. Njoni pështetet, tjetri pak shtrejë, a tjetri i shtrejnë pak konë, a tjetri Allah e një qka me ndonë, një tjetër kotët, o lotë. Mirë është me pas ka një fletore, ose ka një blok të vogël, edhe ne kur i potencojmë, ose japim vrejtje për disa gjana, është mirë me i registru. Se herët djetarët islam e kanë thonë një fjallë, qajidu l'ilme bil kitabe. Lidheni ditorin me skrim. Lidheni, që shfarë shprejhe e kanë vërdorë. Lidheni ditorin, sa e rikë, fluturan. Edhe unë jam i bindur se ju, gjatë një ligjerate, merrni me qindra informata. Brenda një ligjerate, merrni me qindra informata. Edhe shumë problem. Kjo gotë këtu, kërë nëzhenë përrezojnë 50 mg, nuk nëzhenë ma shumë, të qita një kil, po derve. Për ato qajidu l'ilme bil kitabe, se na kena shumë gjunahe, nuk kena qështë.
musliman të devotshëm që veç me ndije i majnë mend për njerë, s'ka nevojë. Se gjinat tona të shumëta nuk në lejnë me majtë mend shumë. I harojnë. E unë kësha pas dëshirë me e bo tradit, me u bo të amën talibet islamit, me u bo të amën nëzansat e islamit, ashtu si kur sa ka hije, një blok të vogë, por mos me bajt me vetë, me mba në gjep, e kur shkën të shpia, unë besoj se cili për juve i ka ato fletoret e veta që ne shpeshere ju propozojnë dhe ju sugjerojnë me i regjistru dobit dhe mësime që ka i merni mos me i haru. Me i paspas sonë të ju ato blokat me vete, kishit me regjistru këtë ajet. Mirë po edhe me i përdor mobilet, aty me i shkru ajetet që ka e më rëndësi, edhe mos me i haru, me kush që kur shkon të shpia me i regjistru në fletoren tënde. Ajetin 159 në surën Ali Imran shumë më rëndësi lidhje me butësi. Para si me e përmend ajetin, dije se kjo ajet flet për pejgamberin e Islam. Allahu i drejtohet pejgamberit, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Kur Allahu i drejtohet pejgamberit në kësi forme, atëherë kush jemi ne? Dëgjoj ajetin. Thot Allahu Jalal, "Fabima rahmatin min Allahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Dëgjoj këtë ajet më. Allahu Jalal i drejtohet pejgamberit duke i thonë kështu: ishte mëshira e Allahut që ty, o Muhammed, Allahu me mëshirën e ti të boni të butë. Dhe ti me butësin tënde, me sjelljet e tua të buta e të mira, linta lahum, i zbute ata. Shokët e tu, i zbute. Qëta shka i thëtë? Walau kunte faddan ghalidha al-qalbi, po të ishte ti një njëri i vrarë, një njëri agresiv, një njëri me zemër të egër dhe të vrarë, lanfaddu min hawlik, kishin me ikë për teje. Ishin njëri tu, s'kesh nëjë kërkush në teje. Si që këtu ka 3 sene. E para, Allahu edhe njëra po dënë një atësim dërmen, është mëshira e Allahu, se Allahu t'i deshti me mëshirën e ti me të mbulu dhe me të botë butë, sjellshëm, gentil, i kujdesshëm, në fjallën dhe pra në sjellje. Andaj butësia jote, sjellja jote shëmbullore, o Muhammed, voni që ti shokët e tu me izbut. La ilaha illallah. Kush kësh me thonë, një Omer, radiallahu anhu, kësaj egër para islamit, u bo me lache kur hinin islam. I egër para islamit, nuk ka ma i egër, kur u bo musliman, u bo me lache, u bo me i butë se sa një fëmi. Hamza radiallahu anhu, krejt Meka i thështin Hamzës, luani shkretinës. Gjëtarët e Mekës, kur kanë dalë në gjuheti në Mekë në shkretin, nuk kanë guzot me dalë vetëm, kanë dalë grupë. Hamza kur nuk ka shku në shoqni, gjithmonë vetëm, nuk është frigu prej vetëmis në nësirë. Ky burr, ka që egër, ka që vrarë, i pa më shirëshëm, kur hyni në ranët dhe në reshtat e Muhammedit a.s. u bo i butë si lepuri. U bo i butë si lepuri. Kush i zbuti këto zemrat egra, kush i zbuti këta njerëz pa rahmet, sjellja dhe butësia shembullore e Muhammedit a.s. gjithsesi dhe mësimet e Kur'anit familjar. Mirë po që ka tha Allahu, po të ishe ti vrajt, po të ishe ti i egër, agresiv, ata kishin mu iritu, kishin mu largu, kishin me i pejteje. Edhe pse Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pse e ti kë, edhe pse Allah ta qënë Kurani, edhe pse e pejgamber, me egërsi, s'ka. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Pejgamberit po i thot kështu Allah, po kush jemi neve? Allahu Dhul Jalal e ka pregadit pejgamberin 14 vite, deri sa të arë momenti, Allahu me gradu me pejgamberllah. Kush neve në ka pregadit? Baba dhe nona jon, as që din që ka dini islam, të radhjon ata, që baba dhe nona i ka mbo të rbijen dinin islam. Kush ka pregadit ty? Kur kjo vlen për pejgamberin, për ne vlen 1 miliard herë. Andaj mos e haro këta jetë, edhe kje parasysh këta jetë. Nëse ti do me qenë shërptori islamit,
nëse ti do në mirë thirr të tjerët në islam, nëse ti do në mja mësu të tjerëve islamin, urgentisht nuk ka ko me prit, urgentisht ndryshoj edhe vetën tonde, urgentisht prej një njeriut me sjelljet egra, prej një njeriut agresiv, vahu njeri i but, me sjellje shembullore, me urtësi të cilën islami pa kërkon prej neve. Thot Ibn Kathiri, rahimahullah, duke komentuar ajetin 159 surës Ali Imran, sikur se Allahu i thot pejgamberit: O Muhammed, sikur ishe ti një njeri me fjalë të ronda, i vrazhd, shokët e tu do të iknin nga ti, do të iritoheshin prej teje, mirë po, Allahu i bashkoi ata shokët e tu rreth teje dhe i bëri që ti t'jesh i but me qëllim që të bashkohen zemrat e tyre. Në një ajet tjetër, Allah subhanahu wa ta'ala na tregon sa i kujdesshëm, sa i but ka qenë pejgamberi për besimtar. Fjala është për pjesën e fundit të ajetit 128 surës Tauba. Thot Allahu dhul Jalal, duke na tregu për virtytet e pejgamberit al-Islam, wa bil mu'minina raufun rahim. Allah thot dhe ai Muhamedi për besimtar ka qenë shumë i butë dhe shumë i mëshirshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për besimtar, për ummetin e tij ka qenë shumë i butë dhe shumë i mëshirshëm sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim se butësia është një moral të cilin edhe Allahu dhul Jalal e don. Thot Aisha radiallahu anha në hadith të vërtet, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allaha yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ta 'ala al-'unfi. Hadith është i vërtetë të transmetuar Imam Muslimi. Dëgjoj këtë hadith, thot pejgamberi alayhis salam: Allahu e don butësinë. Dhe Allahu jep shumë rezultate dhe suksese nëse butësia është prezente. Përderisa Allahu i privan shumë suksese nëse është prezente vrazhdësia dhe agresiviteti. Allahu e don butësinë. Kur Allahu e don këtë cilësi, atëherë ne, nëse jemi besimtar vërtet, nëse ne e dojmë Allahu, atëherë dhe ne duhet me i dashur ato gjërat të cilat Allahu i don. Obligohemi me dashurinë dhe butësisë, andaj duhet që të jetë preokupimi joni, ta lutim Allahu subhanahu wa taala që Allah të na zbukuroj ndërgjegjen dhe karakterin ton me butësi. Ibn Hajeri rahimahullah, duke komentuar këtë hadith në Sahihun e Buhariut në librin etikës, thot pejgamberi alayhis salam thot se butësia rezulton shumë gjëra të dobishme, ku me anë të vrazhdësisë dhe agresivitetit nuk vinë ato të mira. Në anë të butësisë hapen rrugë dhe shtigjet e mbyllura. Për ato poeti arab thot: Men yasta'in bir-rifqi fi amrihi qad yukhriju al-hayyata min jahriha aw min juhriha. Shëqeni poeti që ka thonë në përmend hadith në pejgamberit, edhe poeti prej mençurisë thot: ai i cili e ndihmon vetveten e vet me butësi, ai ndoshta do ta nxjerr edhe gjarprin prej gropës së tij ose prej vrimës së tij. Gjarpri është brenda në vrim. Ti don me nxon një gjarpër për qëllime të caktuara, Nëse i butë i mençur, din me përdor strategji, e bën gjarprin me qit kokën prej vrimës dhe e nxen. Sa bukur, ai i cili e ndihmon vetveten me butësi, arrin me nxjerrë dhe gjarprin prej vrimës së tij. Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Men yahrumu ar-rizqa yuhramu al-khayra kullahu. Atë njeri të cilin Allahu e privon prej butësisë, ai njeri është i privuar prej gjitha të mirave. Allahu akbar. Hadith sahih transmeton Imam Muslimi. Atë njeri që Allahu e privon prej butësisë, Allahu ja bën haram butësinë atij njeri. Ai s'din çka u but, nuk din çka butësia. Thot pejgamberi sa ai njeri është i privuar prej hajrit. S'mundet ai më kon ose prej tij me dal hajri ose me bë punë të mira. Që do të thotë shumë më rëndësi qenë. Shumë më rëndësi qenë ka
njeriu me historisë veten me butësi. Kjo është në pika të shkurta sa i përket çështjes parë, rëndësia e butësisë, ku përmenden disa hadithe, disa ajete, disa hadithe dhe disa komente të dietarëve islam. Çështja e dytë. Ku duhet të ketë në konsiderat butësia? Në cilat çështje të jetës duhet me pas parasysh butësinë? Normalisht, në aspektin e përgjithshëm, butësia duhet me na shoqëru në çdo aspekt jetës. Mirë, po ne kemi përmend dhe aspekte shumë të rëndësishme në jetën e njeriu. Ato janë: aspekti i parë, edukimi fetar; aspekti i dytë, butësia në raportet mes vëllezërve; aspekti i tretë, butësia në urdhërimin në punë të mira dhe ndalimin nga punë të këqija; aspekti i katërt është butësia në thirrjen e njerëzve në islam gjatë davetit; aspekti i pestë, butësia gjatë mësimit të islamit njerëzve. Sot do të flasim për këto pesë, inshallah, javën tjetër do të vazhdojmë për pesë tjera, të cilat do t'i përmendim javën që vjen. Po fillojmë me lejen e Allahut me të parën. Prej aspekteve që duhet me pas parasysh butësinë dhe gjithsesi duhet të jetë prezant, është aspekti i edukimit fetar. Të gjithë ne dikur nuk e kemi njoft Islamin, nuk i kemi ditë detyrat dhe obligimit që i kemi ndaj Allahut dhul xhelal, dikush na ka edukuar. Dhe të tani ne e kemi të njëjtin rol. Secili prej juve mundohet me eduku dikon në Islam, mundohet me mësu diku Islamin, mundohet dikon me thirr në Islam, mundohet dikon me afru në rrugën e drejtë. Andaj është shumë e rëndësishme secili prej neve me pas parasysh butësinë gjatë edukimit fetar. Dëgjoj këtë hadith të madh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alayhis salam, hadithin e vërtetë që transmeton Imam Ahmedi edhe Imam Nesaiu: "Inna hadha ad-din matin, fa awghilu fihi bi rifqin." Thot kjo fe, me të vërtetë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo fe është e butë, është e lehtë, është diçka që natyra e pastër e njeriu e pranon. Që çka thot pejgamberi? Hyrin e fejnë e Allahut me butësi. Hyrin e fejnë e Allahut, kër i bën hapat e parë në Islam, hyr me butësi. Ne nuk për e kuptojmë këtë hadith. Çka do të thotë hyrin e fejnë e Allahut me butësi? Njerëzit shpeshherë kur i lexojnë fjalët e pejgamberit dhe mungon komenti dietarëve, fatkeqësisht në gjuhën shqipe ka libra lidhjen e hadithit të pejgamberit. Mirë, po ka shumë pak libra që i komentojnë hadithin e pejgamberit. Riyadus Salihin, një prej librave që Allah i ka japë bereqet këtij libri shumë. Gati jam i bindur se secili prej juve ka në bibliotekën e tij. Dhe secili prej juve sigurisht e ka lexuar. Dhe aty ka me mia hadithe. Mirë, po ato hadithe, shpesh herë kur ju i lexoni, ju mundeni me i keq kuptu, për shkak se aty në haditheve ju mungojnë shpjegimet dhe komenti, mungon komenti. Po të ishte komenti dhe shpjegimet prezent, atëherë nuk kishin me i keq kuptu në fjalët e pejgamberit. Dhe nuk kishin ne me i kuptu fjalët e pejgamberit që shdojmë na. Se këtë fe do të me kuptu që shdojnë Allahu pejgamberi alayhis salam. E ne nuk që shetim ne çka don Allahu dhe pejgamberi, na tregojnë ulemaja, hoxhallarët na mësojnë që do të me mësu dinin e Allahut. Hoxhallarët na mësojnë që si do të me kuptu filan ajetin, si do të me kuptu filan hadithin. Jo bashi buzukat. Jo bashi buzukat. Që ta shkone me me folë për ekonomi, një anisht me i fut hund të apëfel në ekonomi, dalin të njerëzit, Allah ila që vendim mos tash Allah ila dhe ekonomi, dhe të me folë ekonomisti. Me folë për njëtësi, thot kadar, qka jeti? A je kardiolog? A je kirurg? A qka je? Se më folë? Me folë të shka njëri për elektrona, për kompjutera, qka njëne. Mirë, po, kur po folin njerëzit për fejnë Allah, kur kush nuk për alban. Sikur se feja Allahut, Islami është diçka e lirë, diçka e thjeshtë, gjithë kush ka drejtë të folën një shti hund në do. Ama kur po folin për mjekësi, për elektro, për juridik, veç profesional sa të të me folin. A për fejnë Allahut, s'ka gajle, kush dënë me të folin. S'është për nëqia, i ka 8 vjetë shkolla, as i ka 8 vjetë shkolla, që shka mësua, a kun në gëncena, a kun për vjeshta, s'ka gajle, për nëqia është me folin. Muslimani mira,
ka njekën e madhe, e ka kapuqin, pe fal namazin e sabajt, po ngjinon nafile, po fal namazin e natës. Këto i ka për vetjaj, Allah i në gjenet e qoftë me këto, ama për fejnë Allah të me fol, e që gjahil. Ani për i ka këto, për fejnë Allah i të folin ulemaja, folin hoxalar, edhe jo të milë për hoxalar. Për do të pejgamberi se do të vjen një kohë, ku do të dalin të hoxalar, që të cilët do të thrasin për ndyrë të xhenemit. Do të vjen një kohë, do të përhapen shumë hoxalar, që kanë me i thirë njerëzit në ndyrë xhenemit, jo xhenemit. Sa shumë hoxalar kësin e kasat. Sa shumë kësi hoxalar kasat farkecisht. Kësa njerëzit e këshyrin shalli, dha njoni, kështë të gjëveni diko, kështë tani mizis, tha po më thojnë, tha, do njerëz, që kjo hoxh bre koka, po koka i mam, po i rika shalli, po e pas ka gjybën, o shka i pas ka hije, ha bre që si hoxh, jashtë me njeka e kështu, që kjo koka hoxh bre. Po më jo, një këshir shalli, një këshir gjybën, një këshir doken, që këshir met, sa i s'ka vetë men, ha i zdi një këshir men, se s'ka men. Për me, populli një s'kina është apë, s'ka dojmina, s'ka populli, s'ka nga dojmë le maja. Ja ustrejtën bukën, shohën demonstrata. Ja lirën bukën, rëndohë qeveria. S'kanë pun tjetër ata. Veç bukën e ustrejtove, ajo lirove. Populli t'jesht janë ata, buka me rëndësi për ta. Se i marrë me shtë asenë, shumica tjerë një është. Për ata, ne dohet me i lezu komentet dhe spjegimin prej djetarëve islam për mes marrë në devijimin. Ta shqeqojmë këtë hadith të madhë pejgamberit al-Islam. Tatë pejgamberit al-Islam, islami është i letë. Andaj hynin fejnë Allah me butësi. Ibnul Ethiri, rahimullah, në librin e ti, An-Nihaja fi Gharib al-Hadith, e shpjegon këtë hadith tëtë. Hynin e fejnë me butësi derisa të arini kulminacionin në fejnë. Hadithi pejgamberit, që tha pejgamberi, islami është i letë, dhe hynin e fejnë me butësi, kuptimi këtina është, hynin e fejnë me butësi, në mënyrë graduale, kadar, hap mas hapi, derisa të amrini kulminacionin në fe. Që të thotë, sikur se pejgamberi sa në tërhek vrejtjen, thotë, mos hynin fe me fanatizëm, dit e parë, mos hynin me ekstremizëm fe, se nuk mundin me e gajtëni, se jeta është e gajtë. Por ato, ne shpeshar japin kësi vrejtje. Një djali i ri e ka marrë vesh sa më rëndësi është namazi, e po i din do halale, do harame, hini në islam, ka një entuziazm, një eufori, dhe të lezu, ka ardhë, po lezën një liber, agjerimi në file, thët, kush e ngjinon ditën e hone, ditën e ejtë, ka këtë shpërblim, kush e ngjinon ditë e bardha, e ka këtë shpërblim, kush e ngjinon agjerimin e Davudit a.s. një ditë po një ditë jo, e ka këtë shpërblim. Edhe aj, për lezën një hadith, thonet për tek. Nesër me të lezën hadithin, 3 ditë e ato, të nesër me këto e ato, për njërë, të në të. Kush qohet me falë namaz natës, kush qohet me natë me falë, kush e lezën këto, e nëse i këto, kush e banë këto, e bona këto, kush e banë këto, e bona këto. Ma qëka më bona? 1 javë, 2 javë, 3 javë, mas 3 javë i në gjithë. Nuk shkam kështu, këllë, maratona është e gatë, deri sa të din me leku i tekës me të marë shpiti. Lobo jo 2 javë musliman, a 2 muj. Këllë, hapë mas hapi. Shka do të mas parti? Mas parti do të me falë namazin ko. Si t'hin ko? Allahu Akbar, gjami me u konë. Me i falë sënetën. Mas me lonë me t'ikë sënetën. Pastaj, kur t'i falë farzët me regu, kur t'i falë sënetën, ta është vjen vakti me mendu për na file. A i dha hoxha dha, po e fali namazin e duhas. Allah është problem. Hare se kom një problem bre, një gjunat malë bre, zlish ka unë më mu, për hajë po të ka ki, tha që një 2 muj se kom falë namazin e vitri. Kjo problemi? Kjo në shejtani, se shejtani, lërnëtullahi alej, a i nuk dërzor, kur nuk mundet mirin e ademit me shtin pun të keshën në haram, a i thot, hajde po këqyri mujsha me pengu mos me lon me bo mirë. A i pe falë namazin e duhas, po që 2 muj vitri se ka falë. Nuk ka kimet ke shumë. Nuk ka kimet ke shumë, për ta thonë selefi. Ata njerëz të cilët nuk falin në file, Allahu i sprovon ata njerëz, e lojnë namazin sinet. Kër e lojnë namazin sinet, mas një kohë e lojnë edhe farzin, vëllja vëllila.
Ato dhën hap mas hapi. Sikur se pejgamberi na porositi tha, hyni në Islami është i lehtë, nuk është i rëndë, por hyni në fenë Allah, vot, ka dale, mos u ngut, ka dalin, ka pak. Por çdo ditë ka një gjysmë mësimi të vogël. E ka pak, ti u pjek edhe ti u forcu në dinin Islam. Mirë, po disa njerëz e kanë keq kuptuar këtë hadith. Kanë thënë kur ka thënë pejgamberi sa Islami është i lehtë dhe hyni në fe me butësi, ka thënë pejgamberi mos hyni fe në fe. Mos hyni në fe. Para ato thonë, çka janë bo? Tha, po fol baba me babën pe. Lysho, po folin njëri me tjetrin, po ja pojnë hallin njëri tjetrin. Tha ambre, shok, po pin kafe dhe e kam një hall. Tha çfarë halli e ki? Tha djali ka nis mu fal. Tha po me moja ka nis mu fal djali. Tha në ti ki ata, tha unë e kom këtë hall. Po fal leqi po falet. Ani këtë po falet, mire po falet. Po ati ku po falet. Ati ku po shkon, ati në të në gjami. Ku po shkon? Po shkon për një gjami, në filan gjami, në shtu. Muhalli i jemi që ati prej hongë dreqi, tha po bre, tha, mare më konë, tha me shku më bua një gjami tjetër, aty po hinë verdha. Ani të falet, tha po hinë verdha, da. Po lipin në ramon gjami të një. Po dojnë me në hajkrakin, po dojnë me në shtirën e më falë. Këta njerëz që këtë kuptojnë hadithet, ta pejgamberi si ka dalë me po të bërë, ashtu shumë, haram kë, just po dishë të kërgjo, veç haram. Për ato, për mësë me i këtë kuptu fjallë të pejgamberi që thëmë, jo në librat e djetarëve islam, të cilët i spjegojnë në parim dhe mënyrë thelbësore ajetet dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka një hadith tjetër pejgamberi në lidhje me butësinë që duhet ta kemi parasysh gjatë edukimit fetar, thot pejgamberi alayhis salam, "Aleikum hadyan qasida, fa innahu man yushad hadha ad-din yaghlibuhu." Dhe këtë hadith madh mushara, thot pejgamberi alayhis salam, o musliman, ju porositi kur të hyni në Islam me e gjetë rrugën e mesit, larg prej fanatizmave dhe ekstremizmit. Nga se ai njeri i cili e kupton fen me ekstremizëm, një ditë ai do të mundet. S'do të mundet me e qushë më i gatë. Wallahi, me sytë toni kemi pa ata njerëz. Ata njerëz që mundohen me kuptu fen e Allahu dhul xhelal me ekstremizëm. Shqoni, tani këtu njerëzit nuk din i pështilën sendet. Tash për shembull, e shen një djalë të ri, edhe ai djalë i ri do më martu, edhe i thot baba, po mër djalë, edhe më gëzove, dona me ta gjetë i nusë, dona me të martu. Ai djalë i thot babës edhe nonës, veç babë, unë e du nusën me shami. Po pse po bo është fanatik? Kjo nuk ka fanatizëm me e ma nusën me shami. Kjo nuk ka fanatizëm. Që dikush mundet me në një rrugës të kalu, që shtu shpesh po pëtinda, të ndiva, ta e qështu. Edhe të së në këndi mu, se të të marra të një sartë mullë, që ti ku me një që ka këndi, po ta ka ka pëtrak aty. Ndiva thoti dhe mos të bëni fanatika. Në aspektin, mos i kaloni kufit e normales të shëriatit islam. Se ai njeri i cili i kalon kufit e normales që i ka caktu pejgamberi alayhis salam, ai një ditë nuk do të mundet me e qufen, nga se do ta mund feja, nga se feja e Allahut është e lehtë dhe është ajo rruga e mesit. Për ato, Sheikh al-Mannawi, një prej dietarëve të mëdhenj të Islamit, Faidul Qadir, në librin e tij, duke komentuar këtë hadith, thonë: "Esni në rrugë të drejtë dhe përmbajeni mesit larg prej fanatizmave." Butësia në edukimin fetar është një element shumë i rëndësishëm. Andaj këtë e dëshmojnë edhe shumë hadithe, prej haditheve që e dëshmojnë është edhe hadithi i Aishës radhiyallahu anha, thot Aisha, ka thënë pejgamberi alayhis salam, "Ikfulu min al-amali ma tutiqun." Merruni me ato vepra ose veproni vepra, bëni ibadet atë sa mundeni me bajt atë ibadet, atë sa keni takat. Mos keni më shumë sa keni takat. Fa inna Allaha la yamil hatta tamillu. Shkëtat pejgamberi. Thotë se mos mendoni që Allahu mërzitet për ibadetit juve. Allahu nuk mërzitet derisa ju nuk mërziteni. Problemi është se ti mërzitesh. Ti dikur të kap dembërllaku. Se Allahu nuk mërzitet pse ti lexon Kur'an shumë ose pse ti bën ibadet. Për ato pejgamberi thotë mos e ngarkoni veten e juaj me diçka që nuk keni takat. Që shka thot pejgamberi, wa inna ahabba al-amali ila Allahi adwamuhu wa in qall. Thot punët që mas shumë ti i don Allahu, janë ato punë që janë
që janë të vogla, po që janë të vazhdueshme. Ani pse punë e vogël, po ka vazhdimsi. Allahu e don një punë më shumë që është një punë që e vazhdueshme, vazhdimisht që bëhet, edhe nëse është e vogël. Allahu don më mirë që një besimtar çdo ditë me lezu ka dy faqe Kur'an, sesa një ditë me lezu 50 faqe Kur'an e 50 ditë asnjë faqe s'e ka lezu. Më të mira janë dy faqe, po për çdo ditë. Për çdo ditë. Për ata dhe populli e ka një fjalë turtë, ajo qeshnja që pika, ajo s'ndalë, ama pika e, ama s'ndalë, sa herë ki nevoj ki uj, ama kur është një qeshme qëtë, vuj, edhe një ardit në alet, s'ka hajë prej saj, për ata, pejgamberi thot, punët që i dënë Allahu mas shumë të jonë, ato punët që jonë të vazhdueshme, edhe nëse jonë të vogla, Allahu e dënë vazhdimsinë. Kjo është një pika shkurt asaj përket butësisë në aspektin e edukimit fetar. Çështja e dytë, apo aspekti i dytë, butësia në raportet me vëllezërit. Edhe këtu kemi një defekt madh. Kemi mungesë të madhe të butësisë. Ne raportet tona, sjelljet tona mes vete, Allah i rahmet bëftë si i kemi. Nuk po voli për gjahila, për ata që zvinë më falë, por të po voli. Jo veç këtë gjami, po përgjithësi për musliman, përgjithësi për umetin islam. Sot musliman që falen nisa falen, një gjami falen, sjelljet edhe raportet mes tyre nuk janë si duhet. Dëgjoni këtë ajet, vallahi, veç këtë ajet me e dëgju. Edhe mos me pas kur gjë në fejnë tonë tjetër në lidhje me butësinë në raportet mes vllazëve, kish me na mjaftu në çfarë mënyrë dhe në çfarë forme Allahu i drejtohet pejgamberit sallallahu është fjala për ajetin 215 surës Shu'ara. Ka dy sure, Shu'ara edhe Shura. Jo surja Shura dhe të thotë konsultimet. Mirë po surja Shu'ara, poetët. Një surën Kur'an ka emrin Shu'ara, poetët. Ajeti 215 në surën واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Allahu për thot pejgamberit, o Muhammed, uli krihtë e tua dhe me tregoj thjesht dhe modest përballë atyre që ty po të pasojnë prej besimtarëve. Allahu akbar. Allahu për thot pejgamberit, ti dush mu tregu thjesht, dush mu tregu modest, dush mu tregu krah ullur para sahabëve, para besimtarëve. Sot vjen një hoqë, kohën tonë, si hoqë Allah. Ama, e di unë që si përqenë atë, përse kemi gale me gazu hakin. Unë është apo shpifi për vete, ajeti për i thotë, Allah për i thotë pejgamberit, tërgoj krah ullur, tërgoj sjellshëm, tërgoj i but, tërgoj i thjesht për balë besimtarëve. Mos i këshjo ata kështu. Më thojnë, do vllazën, hoqë bre, e pa shfilen hoqën rrugë, i ta selam aleikum, vallahi s'ma kaj selam. Ashtu hoqë bre, shbre hoqë bre ashtu. Ose një tjetër më thotë, a bre hoqë, vallahi, na kem pas një hoqë, po kus kemi mujtë me to me ndajte, me pi kafe, me ule, me dalë me hongre sa balake, shumë zarë dyqysh, shumë shtirë me vojnë me to. Allahu për i thotë pejgamberit al-Islam, uli krahtë e tua, tërgoj i thjesht, i but, para kujna, limen tabi'aka min al-mu'minin, ata që po të pasojnë të i besimtarë. Ani pëse ti e maj mirë, ani pëse ti e maj menquri, ani pëse ti e maj dashtëri e Allah, ani pëse ti e macari, tërgoj i but dhe i thjesht. Për ato, prej cilësive të besimtarit është thjeshtësia dhe modestia. Besimtari është i thjesht. Besimtari nuk është mendemarë. Besimtari nuk është arrogant. Besimtari është i thjesht. Për ato ku kanë ardhur delegacionet me vizitu Muhammedin al-Islam, nuk kanë ditë kush është pejgamberi. S'kan mujt me ndalu, kanë hinin e tobim, s'kan ditë se s'ka pas teshat posaçme, nuk e ka pas një karik të madhe, nuk ka pas beneficione, si krejt populli, njësaj. Ju çudit. Qashtu dhe mazdikës pejgamberit, ka ardhur delegacion mu taku me Omerin, kanë mendu se Omeri ka residencën. Presidenca! Shkoj, o ndërtu presidenca me pare të fukarave të Kosovës. Ku shkoj presidenca? Ja parshin hajre të shgjimtar. More pare të poplit jo në ato, more. Me pare të poplit fukarave të Kosovës, o bërë presidenca Kosovës. Jo. Qish presidenti, shkoj presidenca.
E kush me të shikon ata? Nuk o marëm qi, mos falë, mos vet. More parë, mos vet, mos kja tona. More parë, hiq. Hajri koftë. Shkun miliona dolare, miliona euro e. Shkun, po pikuj ma ato. Fukaraja Kosovë. Shkun, mos e më të madhe. Mos falë. Nuk banë me falë. Tha, kuj ka presidencë në Omeri? Tha, në Omeri nuk ka presidencë. A që është i pari muslimane? Ata ishen qafira. U të të shërbi muslimane. Për Andonia Romanke, Bizantine, Persiane. Tha, kuj ka presidencën? Kuj ka palati? Tha, nuk ka palat Omeri. Kuj bret musafir? Tha, në gjami. Gjami të pejgamberi. Hajde po shkoj për lypë në gjami. Shku në gjami, tha, së në gjami. Tha, ku mundem me gjithë? Njoni tha, Omeri tha, tha, po shkoj që aty ndër një hijet një pëmës po flej. Ndër një hijet një pëmës po flej, pa. Shku në ata, mu taku me Omeri, përshohin. Tha, ku Omeri, s'ka ka? Tha, jo që Omeri. Tha, a nuk ka fi bodyguarda e truproja? Tha, jo, s'ka. Ha, që ka thanë ata? Që kësa bukur i thanë? I thanë kështu me të gjuhën time për afër. I thanë të boftë mirë gjumi se ti sigurisht këtë vend e ke mbjell me drejtësi, për ato po fleni sigur të spotutesh se ka marrë dikush më të hakmarë, se i drejtë ka këtë fi. S'pas ka trupraje, s'pas ka bodyguarda, po flenë kryetari muslimanve, në një hijet pëmës, as potutet mos po bojnë atentata, po i qesin eksploziva, hiqiq. Ama pse? Se ke i drejtë. I tha të boftë mirë gjumë, i tha se e pas ke mbil drejtësin këtë tokë. S'ko ka dikush i pakënaqur me ty. Ata kur dalin tash do të kohës tonë, do me dalë 20 kere. E ti se dinë cilin kere është taj. 20 kere, jo 50 kere është. Këtë jonë me zinë, këtë jonë brindull, këtë jonë, edhe ti se dinë cilin është, edhe me dash me mund të qka ti ku mi janë gjitë. A i të lejti, po, qërë qëfar sfide e madhe për kryetarët e kohës tonë. Tha të boftë mirë gjumë. Te e pas ke ndërtu këtë vend me drejtësi. Ata vllazën, do të kemi parasysh butësin në raportet me zëvëzërve dhe e pam ajetin se si Allahu subhanahu wa ta'ala i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dëgjot edhe njëherë po i themi ajetin. Dëgjot çfarë thot Allahu subhanahu wa ta'ala i thot pejgamberit alayhi salam, bëhu i but, i sjellshëm, i thjesht me vëllezërit e tu. Kur të analizojmë shkaqet sot, i shohim musliman të përqan, të rejtum me njëri tjetëri. Kur e shohim pse kjo ndodh, e shohim se nuk janë të butë me njëri tjetëri. Janë të eger me njëri tjetëri, janë të vrazhë me njëri tjetëri. Pra të të përqan, nuk janë të butë. Që do më thot, shkaku i të gjitha shkaqeve, qenë ka butësia, Allah në furnizot në butësi. Në një ajet tjetër, Allah në tregon dhe në sugjeron si duhet të sillen besimtar vllazit me vllazit e tyre. Ajeti 54 i surës Maide, thot Allah subhanahu wa ta'ala, edhilletin alel mu'minina e izzetin alel kafirin. Thot besimtarët e vërtet, për balë besimtarëve, janë të përullur. Janë të përullur, janë thjesht, janë të urtë. Thot për balë qafirave, janë krenar. Sot gjendja muslimanëve është ndryshe, për balë qafirave janë pula, për balë muslimanëve. Po to, kështu është hali sot. Wallahi djem, unë për arsy morale dhe për arsy të sigurisë, nuk mujme i përmen disa raste qka ka, qka ndodh, qka i bën sot vlau, shqiptari, muslimani. Këto problemet e shpijave, e dyqaneve, që na i kanë lënë sherin shkap, shkon njeri me pasurit të ndershme, me ndirës, shkon e blen shpi. Mas një kohë gjatë, i vinë edhe i kërsnoj. Thot, qëni ka shpare? Sa me të gjithë ka shpare? E kom leon e shpinë? Po. E kom leon njërë të egu? Po. E kuj ka qenë shpia? Ka qenë në shkap. E ti po unë e më kone e kom zapua të shpinë. Po mirë, shka voti? Ti anejte, sa nejte 5 vjetë. Kush qiti? Ta në qiti habitati. E shka do në ti? Ta qiti 2 euro. Që ta qiti bombën. E mo këta cuba. Ka kështi cuba shumë. Kështi cuba ka shumë. Si ta gjenë një miskin, ata cubat kërin e në ma shumë. Se t'ju delë dikush që ju ka vëzën huni, ha i kina ta cubat. E i haroj mu që kërë, të me kërë, për të kërë, hamon kërë, i haroj to. Haroj! Ama, qëti 2 euro ta qëtë bombën da. A në sa ka që kësa si njërës, zullum qarë në Kosovë. Wallahi djenë, hala, edhe mas 6 vitëve
luftës, hala ka kësi probleme. Po të unë e kom za, pu shpinë tha, ku shpe pe ka edhe ti. 50 km pe peza, po shka ti në ndin tonë ko Allah ka kriju, e të ka japë pasunijet, ka japë tokën atjeri, shka do t'i këtu ma? S'ki ti këtu hajrë, Allah s'ka bo t'i këtu me mu, atje dush me shku tjetu. Atje dush me shku, kënaqë me ato qka Allah t'a ka japë, dhe ati ki me arrit sukses, shka të marë të me ndhuj? Atje shko ti, atje Allah t'ka bo me mu, jo këtu, që për këtu ti? Se ti këtu veç zarar bër, veç zullum bër, veç e prish rendi dhe qëtësin, atje Allah t'ka bo, 50 km. E po mirë, dikush me lop, dikush me dele, dikush me dukat, dikush me kere, që shdo Allah i ka dhata për. Ato që ka Allah i ta ka japë, ma ato këna që. Më shka me e marrë di që ka të huj, që ka Allah nuk ta ka japë. Në një hadith tjetër, pejgamberi Alisam në lidhje me butësin, që ka të bëj me raportet me zblaznive, shqeqenin pejgamberi Alisam sa ka qeni kujdesshëm për besimtar. Pejgamberi Alisam kur ka shku në lufta, rendi dhe reshti i ushtarëve, i mujahidave, sahabëve i gatë, pejgamberin kryt kolonës, komandant. Shpesh herë pejgamberi, për shembull, ju e dini, në Tebuk ka zgjatë udhëtimi 15 ditë larg, 800 km prej Medinës deri në Tebuk. Pejgamberi Alisam nuk ka ndajt i pari, kanë erë u kthy deri në fund të reshtit, në midis të reshtit, të ushtrisë. Po i kqyr, çka? Po kqyr ata që janë dopt, ata që janë më pak të fortë, ata që janë në moshë më të vjetër, mos ka dikush ndonjë kërkesë, mos ka dikush ndonjë nevojë. Që çeni pejgamberi Alisam si po sillet, ani pse komandant. Pejgamberi nuk po pranon, veç më koni pari dhe veç me i ardhë lajmet, një po don me shiqu gjendjen e muslimanëve vetë për s'afërmi. Se do të thotë këtë tregon atë thjeshtësinë dhe modestinë e pejgamberit Alisam, dhe kur shokët e pejgamberit e kanë pa pejgamberin Alisam se sa i kujdesshëm është pejgamberi me shokët e tina, ata kanë marrë shembullin më të mirin prej hoxhës tyne, prej mësuesit tyne, andaj edhe janë bërë kujdesshëm për njëri tjetrin. Edhe nuk kanë pranuar me lëndu njëri tjetrin, nuk kanë pranuar me lëndu, me fyt, me lënçmu, me hidhur zemrën, nga se kanë ditë se janë vllazën, Allahu na drejtoft inshallah na fal neve kur njëri tjetrit i dim hap. Aspekti i tretë ku duhet ta kemi parasysh butësinë është butësia gjatë urdhërimit në punë të mira dhe ndalimit prej punëve të këqija. Subhanallah, shumë duhet me pas parasysh butësinë, se secili prej neve e urdhënon dikon në punë të mira dhe e ndal dikon prej të këqija. Se prej neve i fol dikuj me bo mirë edhe mu largu prej të keqes. Andaj duhet gjithsesi me pas parasysh butësinë. Dëgjoni një fjalë të Ibn Taymijes rahimahullah, që ka thënë në lidhje me butësinë, që duhet ta kemi parasysh kur urdhënojmë të mira dhe ndalim prej të këqijave. Thotë Ibn Taymijes rahimahullah, patjetër duhet ai i cili urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja të jetë i ditur në atë që urdhëron dhe ndalon, si dhe të jetë i butë në atë që urdhëron dhe ndalon. Dy kushte ka qenë. Ai njeri që do me urdhënu të jetë në të mira dhe do me ndalu prej këqijave, do të me i plotësu dy kushte. E para më koni ditur. Por që atësh ka për urdhënon, se tash këtu do gjallar dhe miskina, Allah i në drejtoft të më, Allah t'i kështot son të hoxha, që aki be ovës t'i vesh më gjallar, në pas purim, atë kanë bot diqka, jo e kujtës kanë ovës, që na farë, spodia na farë aty në asherit të në rison të pimarim në përgoj shumë, Allah na farë. Do gjallar miskina, po dhajnë, mirë që po jenë trik më farë, kej, ama shumë pa ishtin hum, po falje shumë, po pëtej më bo, ma hoxha lartë se na. Mos tot pëtej, mos tot e se s'ta zena i vendin ty. Nëse ti e hoxha ka më që më dutesh. Ama nëse e gjys, bëshë buzuk, e vallaj, s'ko do me bo. Nësa, ama nëse e hoxha më mësë do t'jej, në të zënë libra së dush. Hirë për s'ki gare, se s'ta karen e ti. As tuk t'a zënë vendin, as tuk t'a zënë hytën, as tuk t'a me rogën, hirë për s'ki gare ti. Por ata dojnë, nuk ban me folë me fej, veç hoxha. Aja gabim është. Për fejë bon me folë çdo njeri, për ato të cilën don me folë, do të me ditë. Për ato i bitemi e thëtë, ai i cili don me urdhërum punë të mira dhe me ndalu prej të këqijave, do të me plotësu dy kushte. E para, në ato që ka don me urdhërum të mirë, do të me ditë për ta. Ama nuk kusht me i ditë këtë sen. Ti njeri ti thush pale namazin, ti e din se do të më falë namazin, ti e din se pale namazit kërkohet abdesi. Andaj ti ke drejt të thoni njeri të falë namazin. Ti e din se kamata, po e zojnë, o haram.
Andaj ti I thosh një njeri largo prej kamatës. Për shkak se Allahu xhelal thot në Kur'an, ata të cilët punojnë me kamat I kanë shpall luftë Allahut. Ti po ja të hek vretin për një punë të keqe, nga se po din, po e dëshmon, po ja përmend dokumentin. Dhe të njëjtën kohë, kushti I dytë do shmokoni but. Sikur të nëmë të mira, sikur të ndalën bitëqijave. Për shkak se butësia është qelësi I suksesit. Disa njerëz që nuk e kanë parasysh butësinë, urnojnë të mira, ndalojnë bitëqijave, I thirrin njerëzit, kur kush nuk I përgjigjet. Thot hoq bre, o myta pi u fol. S'pa ndigoj. Falit e ti është. Wallahi lazëm. Ani, unë tash kur I marrë të shembuj, këto, unë zakonisht kur marrë shembuj, dikush këtu është që I ka që ato gabime, se nuk do të më prejkë. Nëse kemi gale, nëse prejken ato, se kjo metoda pejgamberit, sa pejgamberi ka thonë, çka halli dikuj që më bën çështo çështo, ata në xhami. Pejgamberi vret të panin aty. Ne jam nësë për përmendim. Ndali ditë një njeri në rrugë, një njeri që hala sa në xhami, po gati është inshallah. Ndali ditë në rrugë dhe ta që me një akivat me pini kafe, pa vallahi, nuk kam bat, pelojnë për një ditë tjetër. Pa jo, unë muhabetin me ty kom shkort në komë, me kry po me marrë e kështu në komë, ta bim për një kafe, ta një kafe në tjetër herë, muhabetin në. A një gjemati joti, që një 4-5 herë ati më thonë, hajde më falë gjemon. Pa në s'po mujnë me thonë atina se, sa herë për më thush të hajde me falë gjemon, unë e bëdhëm edhe 2 javë të marë. Pa po s'po mujnë me thonë se e kom shokë, se mua është në që, pse? Shka do me thonë kjo? Ta ja, këmë thonë të anë, vesh qajnë të anë zvi. Pa ti me më thonë të anë vi, ta që nuk po të më thonë, Allah I ka marë, ama, a I kur dhëtë që për kise ma. Pse? Etash, unë me ndodha, analizodha, qka ka mujtë me ndiku me arra I derin këtë gjendje, që a I kur pëtën hajnë në gjimojnë të të dhjo zvi. Kër e vejta një shokin e tina, një vlatonin tjetër qelim me të dhash, e një filonin po. Vrati thej kjo dhe po, dhe leda se kur pja nisë me I vola, për javana, gjenem për javana. O gribuna, mo dhe veshone, e po s'ka mo ashtë. E këto, nuk du të me kuptu këto, kjo me nësi o djemë. Me nësi o se vallaj, na kemi tu njerëz në gjami, kemi njerëz në gjami që jenë që 5-6 vjetë, ose që 10 vjetë falem, Allah nuk I ka sukses shumë. Me I veta ta që 10 vjetë që falemi, a jeni bojë se vetë mas Allah me I prodhet vetë në gjami jo. Ka këtu njerëz, ma pak se një vjetë, kjo 20 njerëz kanë pru në gjami. Unë një, që këtu me ne jo, hala nuk ja po 6 mujtë që banë namaz, s'pa koni sa e di, unë sa e di s'ka po 6 mujtë, nështë ka ma shumë kaj, a I ka pru 20 njerëz në gjami. E po, a I që si ka pru 20 njerëz në gjami, do të me jarë dhe natë, për të mirë. Qka a I? Nuk do të në shpesher me thonë, Allah I pjebë bereqet edhe me qëta marë si tu. Po, Allah I pjebë bereqet sahih, Allah bereqetin edhe pak t'i bërgjë, edhe t'i a I pak që e lumë bereqetin. Andaj, bëhu I but dhe ke kujdes kur t'i thirë të tjere në Islam. Nëse dojmë me përmend shembull nga jeta e pejgamberit a.s. do t'i përmendim 3 shembull shumë më rëndësishëm se kjo temë shumë më rëndësishme. Do t'i përmendim 2 hadithe dhe do t'a përmendim një rast që ka të bëjë me pejgamberin e Allahut me Musën dhe Harunin. Po fillojmë me një hadith që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është I vërtetë e transmeton Imam Buhariu, e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu. Thot Abu Huraira, ishin në xhamit pejgamberit, të ndajt me pejgamberin, këtu mësoi Islamin. Thot erdhi një njeri prej shkretinës, bedevi, nomad. Tha, hini në xhami dhe më falë në shpreje, filloj me urinu. Filloj me urinu në xhami, pejgamberit a.s. Dëgjoni këtu, shpejt do t'i bëj disa shpjegime. A ka krim më të madh se sa me urinu në xhamin e pejgamberit a.s. Në xhamin më të mirën, në prezencën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prezencën e Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, aty në njerëz që njerëzit më të mirë në mesin e gjeneratave, nuk ka krim më të madh. Mirë po, pejgamberi sallallahu si reagoi, çish reagoi? Tha, da'uhu la tazramuhu. Aleni, le ta kryjnë, mos janë ndërprejni, urinë. Subhanallah, më ka pëlqyer një shpjegim I një djetarit islam. Thot, pejgamberi sallallahu nuk ka leju me e penguat njeri. Për 2 shkaqe. Shkaku I parë, mos po I bot në do një zarar ati njeri. Një andal urinë. Subhanallah, mas 14 shekuj dhe mjekësia bashkohore, dhe të tërnë pasojat nëse një njeri është I urinu, nëse për një arsy.
caktume e ndalë urinën, ajo shkakton një çrregullim në organizëm, që mundet me lënë edhe pasojë. Allahu Akbar. E dyta, urtësia e dytë ose shkaku i dytë pse pejgamberi nuk e ka pengu, është thotë se kur çon sahabët me ndjeka me reagu që i fjomerit me shpat, ai prej futës ik e ty ik, i pikin pikat e urinës edhe shpërndat urina edhe në pjesë tjera të xhamisë. A është më mirë urina modern krejt në një vend caktuar, apo më shpërndat në disa vende? Por ato pejgamberi tha, lejni, le ta kryp. Masi e kryti, shiqani që ka tha pejgamberi sa. Shiqani. Eriku ala baulihi sajla. Tha, derdheni mbi urinën e tij një kofë me ujë. Dhe me u bopaq. Ma që ka thata kjo alama më nësi. Fa innama bu'ithtum mujasserina walam tab'athu mu'assirin. Po i thot për shokëve tina, mërin direkte tani kjo porosia për ne. Mesazhi drejt për Ebu Bekrin, Omerin dhe të tjerë, mërin direkte mesazhi edhe për ne. Thot nga se juve Allahu ju ka dërgu o ummeti jem, o ummeti Muhamedit, Allahu ju ka dërgu juve me ju lehtësu njerëzve fenë, jo me ju vështërsu. Ani që kë ke krim, ama mos u tregoj ashpër. Ani kë gjëna i marë, ama mos u tregoj ashpër dhe i eker. Tash, edhe një shpjegim. Me pas të reagu pejgamberi, ose me pas jap leje pejgamberi shokët e tina me reagu ashpër, çka kish mund me ndodhë pasojë? Ndoshta ky njeri u kon musliman po gjahil, me pas reagu ashpër, kish mund me elon islamin. Ose, ky njeri ndoshta se kur hiç musliman, o anë me pranu islamin, me pas reagu ashpër se kish pranu islamin. Mirë po pejgamberi reagoi me butësinë e tij, me sjelljen e tij na shembullore. Dhe e unik masi uli e tha, o robi Allah, këto vende jo në xhamit Allah, jo vende ku i bëhet Allahut ibadet, ku lezohet Kur'ani, ku përmendet edhe madhrohet Allah, dhe nuk janë për të punë. E si? Të dëmë thotë shiqoni butësia si e zgjidh problemin. Rasti dytë. Hazreti Musaja edhe Haruni alayhi salam. Dy vllazë. Musa dhe Haruni vllazë. Dy pejgamberët Allahut dhul xhelal. Allahu për urdhënon Musën edhe Harunin alayhi salam me shku edhe me i bo davet edhe me e thirrë në besimin e vërtet faraonit. Me çka po i porosit? Dëgjojeni ajetin 44 në surën Taha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dhe ti o Musë dhe Harun shkoni dhe folini faraonit me butësi. Allah. Me butësi. Pse me butësi? Ndoshta ai faraoni përkujtohet dhe i dridhet zemra dhe i pranon fjalët e juja. Subhanallah. Një analizë të shpejtë. Hazreti Musaja dhe Haruni njerëzit më të mirë edhe më të ndershëm në kohën e tyre. Po i drejtohen njerëzit më të keqit në kohën e tij faraonit. Këta njerëzit më të mirë në botë, Musa dhe Haruni në kohën kur kanë jetuar, janë njerëzit më të mirë në sipërfaqen e tokës. Po i drejtohen njerëzit më të poshtë dhe më të keq në sipërfaqen e tokës faraonit. Megjithatë Allahu po i porosit po thotë kur të falni me to, falni bot. Ku mbeten musliman? Ku mbeten musliman? Ani pse kanë gjunahe? Ku mbeten sot musliman për? Ata musliman që gabojnë, që kanë gjunahe, kanë nevojë për këshillat tona, kanë nevojë për udhëzimet tona, kanë nevojë për butësinë e Islamit. Ajo kur faraon i ka thonë vetit unë jam Zoti më i madh. Kështu i ka thonë vetit. Këta unë Naziat, dhe unë Qasas, në shumë vende. I ka thonë punëtorëve të vetë Karunit dhe të tjerëve, ndërtoni një parë shkalla, të hypin në qiell, ta gjoj Zotin e Musa se ti qëroj hesapet me ta. Nëse ka diçka në qiell. Ky njeri më i poshtë në sipërfaqen e tokës, Allahu po i thot Harunit edhe Musës kur shkoni me ta falni fjalë të mira. Çka ndin hoxha juaj kur bëj madhe? Hoxh, ai poshtë, ai shafir, ai munafik. Po ka dhënë, hoxh unë e di. Po ka dhënë se më i ke se faraoni sa vallahi. Le të kush është? Më i ke se faraoni sa. Hoxh unë e di ti se një ato. Po nuk më i ke se faraoni sa Allah po thotë që njëri më i keq. S'mund nuk më i ke se faraoni. Ai le dikat tishin një gjuna, nuk më i ke se faraoni. Ani që faraoni, Allah për e porosit me butësi. Mendoj se nuk ka nevojë për ndonjë argument më të madh se sa ky argument.
Edhe rasti i tretë është rast prapë interesant që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radiallahu anha, një ngjarje që ka ndodhur në prezencën e Aishës, hadithi i vërtetë transmeton Imam Buhariu. Aisha thot, një ditë në Medinë erdhi një delegacion prej jahudive, qafira, jahudi. Erdhën me vizitu pejgamberin. Kur hinën te pejgamberi alayhis salam, i than pejgamberit Assalamu alejke. I tha Assalamu alejke, do të thot qofshi i vdekur o Muhammed. Kjo Assalamu alejke edhe Assalamu alejke, njëri kur mësohet me emër selam, i do të kisaj gati. Assalamu alejkum, bismillah, po mungon s'ka merresh. Aisha ka qenë shumë e mençur. E ka kuptu se ata kanë menduar që po e bojnë budall pejgamberin edhe sahabët. Kanë menduar jahudit që po e bojnë budall. Nuk kanë mujt pe urrejtjes me i thonë Assalamu alejk, paqja edhe mirësia e Zotit qoftë me ty, i kanë thonë Assalamu alejk. Vdekja qoftë me ty. Aisha e mençur e kuptoi? Edhe Aisha tash piu kthen. Po i thot Aisha, wa alejk as-salam wal la'natu ikhwan al-qiradati wal khanazir. Fa për mi ju qoftë vdekja edhe mallkimi i Zotit, o ju vëllezërit e djera dhe tajmunën. O ja fejkate. Aisha radiallahu anha, nona jonë, radiallahu anha. Mirë, po që që pejgamberi sa nuk e toleroj Aishën. Atë fanatizëm, atë ekstremizëm. Ky është ai fanatizmi që na po të rejnë veten. Pejgamberi alayhis salam i tha: "Oj Aishë, mehlen, kadal, mos ungote, e të provë." I tha ja Rasulullah, ata than assalamu alejk, ka që vdekur. Ta ndihmo, e mora vesh. Pa unë më shumë të thonë, "Wa alejkum", edhe mi juko. Edhe mi juko. Ta oj Aishë, që ta fshë zili pejgamberi problemin. Që butsin. Ta oj Aishë, a nuk e din ti se duat tona, lutjet tona te Allahu janë të pranuara, e lutjet e tyre janë të papranuara? Ata bënë ndohë kundër neve, lutja ty në është refuzume, po lutja jonë kundër ty në është pranume. Atani dhe gjeni komentin e Ibn Hajerit, rahimahullah, qëre qëfar komenti, qëfar fjallë të arta, i thët Ibn Hajerit, wallahi këto fjallë më kanë bu me mendu, tërë ditën e gatë sëllë. Që qëre qëka thët Ibn Hajerit? Nga reagimi i pejgamberit ndaj Aishës, kuptojnë se pejgamberi alayhis salam nuk lejoj që këto fjallë të vrazhda të bëhen fjallori i zakonshëm i Aishës. Si dhe gjesi pejgamberi me atë hek vrejtën prej fanatizmit dhe ekstremizmit në fyrje. Ka fjallë do të më regjistru me ari. Kë koment. Pejgamberi nuk deshti me leju që fjallori i Aishës me kënë kësi fjallori agresiv. Wallahi, shumë i lazën e tonë fjallori të nashtë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nëse dikush mendon në umbur edhe në krenu me fjallër të egër, ai leta din se veç vetë vetës i ka bo dëmë. Edhe ndoshta shpeshtere edhe islami. Nuk mundesh me qenë ti ma gjelëz se pejgamberi për fejnë Allah. Nuk mundesh me qenë ti me dash islamin ma shumë se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse e sulmun, kush e sulmun? Është të vërtetë se jahudit që vllazët e dera dhe të majmunave. Allah në Kur'an për thot, hirë po pejgamberi tha, jo, e të prove, nuk ka me shaj, ma shumë, mos e shaj ma shumë se sa të shajti. Ani pëse qafir, nuk ka me i buzëllë. Me këtë drejtësi fiton islamin. Sot musliman, kur munden me fitu musliman? Kur e praktikojnë islamin ashtu sa është. Veç sa është, jo ta shumë. As ma pak, veç sa është, atëherë musliman fitojnë. Mendoj se edhe ky rast është shumë më rëndësi që do të kapam për neve të vetëdijsohemi dhe të jemi të kujdesshëm në sjelljet dhe në fjalët tona. Aspekti i katërt dhe i parafundit ku duhet ta kemi parasysh butësinë është butësia në thirrjen e njerëzve në islam. Në përgjithësi, kur ju bëjmë davet njerëzve. Kur ju bëjmë davet njerëzve dhe unë jam i bindur se secili për juve çdo ditë i bën davet dikujt. Secili për juve çdo ditë me dikon fol në lidhje me islam. Doni më kënd kujdesshëm, kur të folni me njerëzit, më kënd but. Edhe shembujt kur të zgjidhni në emër të islamit, zgjidhni shembujt e mirë dhe shembujt e butë. Mos shkoni me i kazu që ka prej dorë. Sa është i gatshëm mu të armutu, si ti ka zonë ti që ka prej dorë, kripuna. Mos shkoni me kazu hadithet e xhenemit, me bo me hungër kamatën që ka bëhet me ty, me ashtë i jetë. Sa e hala nuk u gati në ndiku për xhenem. Hala nuk u gati. As mos kërko për tina, po e zojmë nëse është i zhytum në harame, me ilun haramet për njëherë, për tina kërko vetëm me dasht dhe me njoft Zotë. Vetëm që kërqë.
Kur fillon me dar Zotin xhel xhelaluhu, atëherë ti kemi thonë, nëse ti e don Zotin për me dhe je i sinqert, atëherë bën diçka për Zotin. Çka do bën për Zotin? Mos e lip parën sa pasanin. Do vallëzit ton, prej dëshirës me ndihmu Islamin, prej dëshirës. Sekret vallëzit ton kur gabojnë, këti kanë prej dëshirës në Islamin. Se jo qëllimisht, prej dëshirës me ndihmu Islamin, ose xhamis, ose hoxhës Fatina, e ka një shok pasanin, citrin me do, thot, a pijak një mjerë? Mave, na kemi vllazën musliman valen 10 vjet edhe kur t'i japin 1000 euro i dritet zemra. Ai halas diç ka Allah i t'i dhuz 1000 euro. Mos e ngushto ato. Mos e ngushto. Ani pse 1000 euro për ta ju shumë pak. Mirë po, zemra do të më pas 1000 euro. 1000 euro do të më pas zemra me jo. Ani pse nuk do të marrë. E po ti mos e ngushto. Ka paratore shpesh herë. Kur rime do të jem Allah është problem, unë shumë njerëz që i njoh në kratjuj. Se ti ke një shok, ai ka një shok, edhe ta dojmë me pini kafe, po ka qenë filon shok jam, ai është biznesmen, është tregtar, është ky njeri kështu. Ai nga me i thot, "Hoç, filoni do më jap 2000 euro." Ai kush nga me, as mund të thonë, as pas jo. Kjo gabim. Kjo është gabim. Sa i njeri thot mos kursu me ne këto. Po do i bëj me ne. Po ne s'kus më ne 2000 euro. Ai, shiko si bëu është shkaktar me largu ato për Islam. Mos ai ka qenë shumë afër. Vetëm edhe një gjyshapi me një xhami, e largove. Sa i nuk është halon që me japë pare për Islam. Për ato, kur i bëni davet tjerve, keni parasysh butësin. Unë vetëm një rast për ju përmendi. Vetëm në rastin, s'do ta shpjegoj, se kena fol një orë për atë rast. E dini ju sahabën Thumama ibn Athal, radiallahu anhu. Ai sahabja që e ka nëzun rob, e që ka lit pejgamberin xhami për një shtyllë që ka pranu Islamin. Se pranoja Islamin? Se pejgamberi ke i but. Pejgamberi ke i but me ta. Pejgamberi ke i selshën. Çka ndodhi? I zonë më rob, i pari i krisit vet e pranoi Islamin. Se e pranoi Islamin, sjellja e but e pejgamberit asam. Ose në një rast shpejt ju përmendi. E dini atë rastin kur është ardhur ai gjallë i rin xhamit të pejgamberit, me kërku leje pejgamberit, me jap pejgamberit leje me bozina. Tha ja Rasulullah, apo më jap leje apo më bën halal zina? Jo më dashurën një çik, po du me bozina. Ka ndonjë? Neve dikush më na dhon. Ku ti po vej poshtë më? Ko munafik më, xhenem më. Pejgamberi alaihissalam po ulëm mas pak. Se çauza. Nuk i tha haram jo, kada. Tha, a ke qef tha dikush me ta çnderu tha nonën tonë? Tha jo. Tha po motrën? Tha jo. Po çikën tonë? Tha jo. Po havën tonë? Tha jo. Po tezën tonë? Tha jo. Tha, e tha krejt ferm në kjo nonat e dikuj? Janë motrat e dikuj, janë hallat e dikuj, janë tezet e dikuj, janë qikat e dikuj. Tha ja Rasulullah, u shërova. Ha apelut Allahum më forcu zemrën dhe në më rujt për kësaj belaje, pejgamberi aqiti dorin gjoks, edhe u lut tha, o Allah, tha pastraja dhe forcaja zemrën këti djaloshi dhe ruje për këti harami. Kripuna, që dozë, në është. As si tha haram, as si tha gjehmemi, as ki veqja ka dhej dësharë. Kripuna. A ki qenë shtu ja, kripuna mo, shka në vëjtë gjehmemi. E morë është. A ja Rasulullah u knaqë. A fshem me bëtësin dhe me sjelljen shembullore si e zgjidhi pejgamberi një problem të madh, që është problemi i demetri, Allah i ndihmon të një. Edhe pse ju nuk keni prej tatilve, mirë po prapë se prapë shejtani mundet me na qitë të sprova dhe në situata të palakmueshme. Edhe aspekti i fundit për sonte që duhet me e pas parasysh butësin, është butësia kur njerëzve jo mësojnë Islamin. Kjo nuk është e njëjtë me davetin. Daveti për gjithshëm, tash një njeri o anë xhami i ri për mëson Islamin. Ka par. Sot për mëson alhamdulillah, nesër kul vallahi, mas nesër inna tajna, mas nesër avdes, mas nesër ngjirimin. Shpesh herë shumë njerëz ikin. Ani, unë e di se në xhamin ton ka një frim, si më thon, një frim të bashkëpunimit. Këtu në xhamin ton si të një djalë i ri, ka këtu dëvllazën prej kureshkes, prej dëshirës me ndihmu, dhe njeri afrohen, e din këto, kur tulesh dosh mullë qështu, kur t'ven sejtë dosh mëra qështu, dosh me majtë, djem, ju betohem në Allahum. Nuk e dira mu i me thonë 3 herë ja kom të rejtë vretin dikuj këtu në xhami për gabime, që gati çdo ditë shoh gabime prej gjemative që bojnë ko pas kohë, dikush e lidh burtë jo mirë, dikush bën kështu, nuk jam të rejtë vretin, unë i këthyri. Mirë, po kanë herë disa vllazën tonë prej dashurisë madhe që kanë për me njësu të tjere, ka një herë
e teprojnë. Edhe kjo mundet më bo shkak njerëzit më largu. Dhe ai shkon një xhami tjetër. Pse shkon një xhami tjetër? Nuk ka humbaj, alhamdulillah, si ke xhamisin atë xhamisin në ketën e saj. Mirë, po problemi është se ai ka shumë gabime dhe ka me vazhdu me bo Allahut ibadet me ato gabime, e është problemi dhe rreziku se s'ka kush me ndihmu dhe me ja përmirësu ato gabime. Nëse e kemi parasysh gradualitetin në graduale, kadal, vjen një njeri në xhami dita 2 dën më mësuket për njëra, po ka dalë se ti 2 vjet falesh Allah ki gabime. E ti për 2 ditë po dën më mësuket. Ma shfashtë. Nëse dojmë me kuptu sa më rëndësi është butësia kur i mësojmë njerëzit në Islam, dhe gjeni këtë rast që ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhissalam. Hadithi është sahih transmeton Imam Buhariu, edhe Imam Muslimi, një sahabe me emrin Muawiya ibn Hakam as-Sulami. Jo Hazreti Muawiya djali i Sufjanit, jo Muawiya radhiyallahu anhu djali i Sufjanit, mirë po një Muawiya tjetër i cili ka emrin Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Që ti Muawiyas i ka ndodhur një problem. Ky Muawiya u kon pej shkretinës, bederi, ka pas kohën Medinë. Edhe një periudhë, në fillim të namazit, musliman kur ju falë, e kam pas të lejuar namaz me fol, namaz kanë fol. Kur u kon në fillim namazit, namaz kanë fol. Sa që thot Imam Muslimi në koleksionin e tij, thot ky lezu pejgamberin namaz, një sure e ka vetë shokin. Që to ajete që pilizon namaz tonë, po i thot shokin namaz, që to ajete që pilizon pejgamberi, pe cilës sure jo, kur kanë zbrit, si pas në ndi, kështu, ashtu namaz. Deri sa Allahu e ka zbrit ajetin wa qumu lillahi qanitin. Ka qyri cila ajet është kënë në sure? Ajeti 228 në surën Bakara. Ajeti 228 në surën Bakara kur ka zbrit, wa qumu lillahi qanitin, dhe kur të faleni për Allah, bëjeni ato me përkushtimin më të madhin, ky ajet e ka bo haram me fol më gjatë namazit. Tash, është bo haram me fol namaz. Muawiya nuk ka jetu në Medinë. O ardh edhe po hin xhami musliman namaz, edhe nuk i ka ditë që o bo haram me fol. Një sahabe po tesh, namaz po tesh. Ky po i thot yarhamukallah. Kur tesh muslimoni, thot alhamdulillah, ai që ndin do të më thonë yarhamukallah. Edhe ky ja thënë yahdikum Allahu subhanahu. Ta hoja bash çep në thonë? Bash çep në thonë, sa fjalë që mësu bezi, viri, bizi, mizi, këtë mësu to atë na sa çep. Kul, mul, po mirë, pse s'po mëson yarhamukallah? Hiç fjalë që mësu pa lidhje. Edhe ato fjalë që thonë betera që mësu, e më thonë yarhamukallah, s'po mundesh më mësu. Di fjalë, yarhamukallah. Po hoja yarhamukallah mësuesh atë tjetrën. E po mirë po ti. Marrë është ata, yahdikum Allahu subhanahu në tribuna. 3 herë me zonë mësu. Një gjatë tjera pa lidhje i din. E këto s'po i din. Ky miskini s'podese, o bo haram me fol namaz. Ai teshi, yarhamukallah ky tha. Këta sahabët tjerë namaz o moralen vrejtje. Tash ky, ky tash halal, ma shumë për të pranë. Thot, çka keni marrë që po më qeni moral që namaz, nuk po dini shkreti. Ata sahabët po i mësojnë dorës. Vrejtje dytë. Kur ja japën këtë vrejtje, ky Muawiya tha e kuptova se puna nuk është mirë. Dhe u shukata. Kur jepi pejgamberi selam u kry namazi, tash dikush thot çka kish më bë. Nego çka thot njeri, qysh ka reagu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Le ta lexojmë origjinal tekstualisht. Thot فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر كريت نماز بيغامبري فبأبي وأمي فأفليوف شبابا ظنانا تيمة پر محمد ليوت كمضان ما رأيت معلما قبله وبعده فنقم بام صص فراتينا مستينا مصص مطمير ومضبوط ومتصيل شمس بيغامبري عليه السلام شو تشكبت حلا ما شو فوالله ما نهرني فبشاء الله نكم ككشير مرنشا ولا ضربني أشم كمشو ولا شتمني أشم كبسكات ثم قال فتميركم كثون نمازي është një ibadet
që këtu duhet me bot të spih Allahun, duhet me madhnu Allahun, duhet me lezu Kur'an, e nuk bën me fol fjallë njerëzve se këto jo ndalu. Neve po na mungojnë këta njerëz që ato që e mëson ka me thonë vallahi nuk kom pa mësës më të mirë, edhe më të kujdesshëm, edhe më të sjellshëm, edhe më të butë, as më ka qyrshëm, as më ka qërtu, as më ka fy, as më ka sallallahu alaihi wasallam. Mendoj se ky rast do të jetë deset dhe ka paku i krejt kësaj që ka thënë. Elusim Allahu subhanahu wa taala që të kemi dobi për i krejt këtyre fjalëve që ka i dëgjuar. Dhe kur takohemi me Allahu subhanahu wa taala kemi faqevar dhe kemi të kënaqur me mirësitë e xhenetit, do të vazhdojmë javën tjetër. Allahu të mëshirojë. Wallahu taala ala sallallahu alaihi wa sallam.